Edhe ja, jo një, po dy. Thoni që doni. Ja goca, këto janë kaneloni që unë kam bërë sot. Këtu kam grirë spinaqin, e kam larë dhe normal po leqë të mpi këse gjithë ujnë që ka. Dhe këtu po marrë atë ragun më të trashën të themi. Po marrë vetëm ishin e grirë, me pak fjalë. Dhe këtu i kam edhur skarmorca të grirë. I përzim bashkë. Këtu kam shkryrë gjalpin për të bërë bashamelën. I kam edhur 3 lugë miell. Dhe këtu ja, nuk e skuqim shumë se ka shumë nevojë të themi. Këtu i kam shtuar qumshtin. Po edh pak në pak për mos të krijuar bashamela kokrizë, dhe në të vërtet nuk krijoj asnjë, qellova me fat. Pasi bashamela është gati, kam edhur noce muskate. Nuk e di që i thonë shqip kësaj arrës. Nuk e di. Edhe bashamela është gati. Tu kam shtuar gjizën, rëkotën i themi neve këtu, pasi spinaqi ishte gati. Edhe djathin që mbeti. Këtu po edh bashamelën bashkë tek raguja. Mua më pëlqen që e përzi bashkë se bëhet shumë e shishme. E kam përzirë të gjithë dhe ja si doli. Tani po mbush këtë kaposhin me të themi qeskën, nuk e di, il kaposh i thonë këtu. Se mos e meni kaposh deti ju. Se nuk është kaposh deti. Dhe këtu po mbush tjetrën për se bëra 2 gusta, një me ragu dhe tjetrën në spinaqe dhe rikot. Këtu po shtroj ragun të tepsia. Edhe ja po i mbushim kanelonit, si që shikoni, një nga një. Kam bërë një video të shkurtër kur i mbushi të tregoj se disa më kam pyetur që si i bërë. Edhe kjo ishte darka jonë për sot, o njerëz të mirë. Ju faleminderit shumë për gjitha gjërat dhe nëse keni dëshirë më ndiqni. Ciao goca, një natën e mirë. Edhe këto po beja për Alesin dhe Elianën që i mbusha me ragu. Thash natën e mirë para kohë, kujtova se video e kishte mbaruar. Unë e këto videot kur i bej për Zotin i bej gallat. Na, tio. Edhe ja, këtu i edhim ragun pjesës lartë. E mbuloj mirë që të na dalë super. Shu është kur po vinë orë i gjumit edhe s'kemi që bëjmë. Che freddo, amore. Io freddo? E se ti ammali poi? No, tranquilla. Ho mangiato i gelati, guarda. Nuk imagjinoni dot këta fëmijë tanë për Zotin. Nuk janë vetëm për këdheli, ta dini se jeta normale është dhe të bërtitur. Mos kujtoni se i për këdheli na mjezit e ndarë. Pure la forchetta è bollente.
Ragazzi, mi sono fatta il formaggio greco al forno. Bravo. Ka bërë djathë në furrë vetë me domate, vajliri dhe